Ajo është një nostalgjik Jugosllavisë, mendon më kthy Jugosllavia pet, po kur e thatë kjo unë kam vlerë sa 100 ushtarë të ÇK-s atëherë mbajsha i obligum me thonë që jo. Unë isha aty për diçka tjetër, nuk isha me fol për veten time tash, a din ai e si steke me ato çka ke bëu ti, a ke luftu ti apo kupton, unë na ishim aty të fol diçka tjetër, çka është patriotizëm për qenë tema ditën e sotit. Edhe në sot përmeni këtu për rrëfimit tëmë, patriotizëm ose me punue, me zhvillu këtë vend, me hapë vende të reja punës, me pas arsim cilësor, me pas shëndetësi cilësore. Ç'ka patriotizmi sotit? Patriotizmi sotit me patriotizmin tëmë ka dëshu. Sot gjeneratat e reja në me kontrim për me zhvillu dijen, jo për me bo luftën, në shavës do kor, po lufta u pry, e që ata aji u fot në mon, po kur e thatë fjallën, unë kam vjerë sa 100 ushtarë të ÇK-s atëherë mbajsha i obligum me thonë që jo. Ajo është një nostalgjik Jugosllavisë, që cili ende ka atë farë në shtatë menin me në më kthy Jugoslavia pet, çka që ka shumë dorë në zemër.